e qytetit të Antwerpenit së fundmi ka shkruar një letër të hapur Komisionit të Drejtësisë në Belgjik, ku ajo shpreh shqetësimin e saj në raport me strukturat mafioze të cilat kanë krijuar një pushtet paralel. Dhe në këtë mënyrë është duke nisur etapa e një zhvillimi të narkoshteti në Belgjik. Dhe aty, gjizja e një narkoshteti në Belgjik. Dhe duket sikur Shqipëria është jo vetëm një narkoshtet në vetvete, por duket sikur ne jemi duke infektuar tashmë dhe demokracitë të konsoliduara për të kthyer në një narkoshtet. Shqipëria është pacienti i zero. Pacienti i zero, tamam. Për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur, Prokuroria e qytetit të Antwerpenit, ajo flet për karakteristikat kryesore të narkoshtetit, dhe ajo përmend 3. E para është ekonomia ilegale, dhe ekonomia ilegale shfaqet në forma të ndryshme, në ekonomi me para të shumta kesh, dhe çfarë është e rëndësishme dhe të shpjegon dhe lidhjen me Shqipërinë, biznese të cilat operojnë në fushën e biznesit, në fushën e hotelerisë apo të pasurive të paluajshme. Dhe nga inserti që ju sapo treguat, është një ftesë e gjerë e kryeministrit, i cili fton të huajt të investojnë në Shqipëri. Po thuajse zakonshme, e shpesh këto kobiles më duket sikur çdo javë ka nga një reklam tillë. Kryeministri kur ka stok. Kur ka stok. Edhe kur gjëra po ecën. Pra kjo është karakteristika e parë e narkoshtetit, një ekonomi ilegale dhe pastrimi i parave të pista. E dyta që ajo përmend si karakteristikë është korrupsioni, korruptimi i doganierëve, i policisë, i zyrtarëve që punojnë nëpër institucionet të drejtësisë, ata blihen ose kërcënohen në forma të ndryshme, dhe karakteristika e tretë e narkoshtetit është përdorimi i dhunës. Përdorimi i dhunës si ndërmjet bandave, pra ndërmjet vetes, por edhe dhuna ndaj qytetarëve të pafajshëm, të cilët bëhen viktima të kësaj dhune të krimit. Lajmi i përditshëm në Shqipëri. Lajmi i përditshëm, asnjë deri tani pa, jemi imun. Ju do të mendoni që ky është një lajm i përditshëm në Shqipëri, por me keqardhje e them që ky është një lajm po bëhet gjithmonë më i zakonshëm edhe në Belgjik. Mjafton t'ju kujtoj rastin e shqiptarit i cili u var në tabelat e autostradës në Belgjik, i cili krijoi një perceptim frike dhe tek qytetarët belg, kështu që këto situata të cilat i përjetojnë në Shqipëri po eksportohen edhe në një Belgjik me një demokraci të konsoliduar, duhet të thënë. Pra kërcënimi është i fortë për një shtet të tillë. Ku janë edhe institucionet europiane ndërkombëtare. Imagjinoni çfarë ndodh me një Shqipëri e cila është krejtësisht e pambrojtur, e pa kufishme dhe pa i vënë një limit këtyre elementeve të cilat e rëndojnë narkoshtetin kur flasim në rastin e Shqipërisë. Mund të them gjithashtu që kjo prokurore është vendosur në kushtet e mbrojtjes, pikërisht për shkak të kësaj situate. Megjithatë, një element që mua më ka bërë se po e lidhja edhe me Ranierin e Rej Treshit. Ranucci së tash Ranieri, po. 2 ministrave belge, asaj të drejtësisë dhe ministres së azilit dhe të emigracionit. Me vendos pak pamjet, Elkeri, sepse i kemi, unë kam linqet e këtyre takimeve, se ka kaluar pa vëmendje, është e çuditshme. Po. Edhe kërkon lekët e sekuestron spaku nga bandat, po donin gjysmë. Dhe ti kërkojnë, pse të mos? Si ato të luftës, reparacionit e luftës. Revenue sharing. Po. Pra, paralelisht me këtë letër të hapur, kemi një mision diplomatik të 2 ministrave belge të cilat vinë në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo që po ju që shfaqni tani më në televizion është informacioni që është i shfaqur në faqen zyrtare pra të vetë ministres së drejtësisë. Përse kanë ardhur ato në Tiranë? Në radhë të parë bëhet fjalë për parat kriminale, parat që prodhon krimi, dhe ajo i referohet çështjeve të Sky ICC, që padyshim është një temë e nxehtë që diskutohet, por mjaftueshme në Shqipëri. Dhe këto dosje tregojnë se si miliona euro para kriminale
investohen në Shqipëri dhe shpesh në pasuri të paluajtshme, në projekte ndërtimi apo me biznese të cilat kanë shumë para në dorë, para kesh. Dhe për to është padyshim e rëndësishme bashkëpunimi për të shkatruar këtë model fitimi. Çfarë është këtu e rëndësishme për ta theksuar është që gjatë misionit të dy ministreve është diskutuar gjithashtu mundësia që këto pasuri kriminale, të cilat janë sekuestruar në Shqipëri shpesh për shkak të hetimeve belge, kërkohet që një pjesë e tyre të kthehet në thesarin belg. Sigurisht. Në thesarin belg. Po. Tema e dytë e trajtuar në këtë mision është bashkëpunimi për të trajtuar mbi popullimin e burgjeve në Belgjik. Bëhet fjalë për rreth 307 shqiptarë cilët gjonden aktualisht në burgjet belge, ku rreth 253 prej tyre janë pa leje qëndrimi. Dhe kërkohet që gjithashtu të krijohen burgje të reja, mundësinë e krijimit të burgjeve të reja për të ulur mbi popullimin e burgjeve në Belgjik. Është tjetër çështje nëse do të fillojmë të flasim kush interesohet për këta shqiptarë. Kush është në burg, për çfarë arsyesh, por nuk po i hym tani në këtë diskutimi. Dhe pika e tretë është kërkimi një bashkëpunimi policor dhe lufta e përbashkët për të luftuar krimin e organizuar. Pra, nuk mund të shohim si dy ngjarje që nuk lidhen me njëra tjetrën. Një letër e hapur e një prokurore të një qyteti të rëndësishëm në Belgjik, vizita e dy ministreve në Shqipëri dhe përmendja e vendosjes së një narko-shteti, pra janë hedhur, le të themi, ato hapat e parë për vendosjen e një narko-shteti në Belgjik. Dhe ndoshta nuk do të përsëris veten më shumë se sa për ta vendosur theksin tek fakti që Shqipëria ose le të themi me të drejtë opozita evidenton elemente të narko-shtetit në Shqipëri dhe e trumpeton me të drejtë këtë të vërtetë dhe opinionit publik, është bërë problematike dhe ne kemi filluar ta eksportojmë pra narko-shtetin dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Sigurisht, por narko-shteti nuk është diçka që ndodh pavarësisht shtetit. Domethënë, në këtë rast, vetë shteti është ndruar në një garanci, se pastrimi parave kërkon garanci